Alternativës për Ndryshim, APN. Do të vritim një pritje të ngrohtë që në pikën kufitare të banat. Mehmet ish shef i shtabit në administratën komunale dhe kandidat për kryetar bashkie në zgjedhjet e 2024-s, një çdo rrugicë dhe çdo problem të kësaj lugine. Për më shumë, jemi në këtë intervistë me zotin Mehmeti, si kryetar i Alternativës për Ndryshim. Çfarë vizioni keni për zhvillimin ekonomik dhe infrastrukturor të Preshetës dhe luginës së Preshetës? Do të priorizoni nëse do të kishit mundësi të ndikoni më shumë në vendimmarrje. Atëherë, zhvillimi ekonomik dhe infrastrukturor është një çështje shumë e ndjeshme, kur e dim se komuna Preshevës është një prej komunave më të pazhvilluara në Serbi dhe çështja e projekteve prioritare ne derisa ishim në pushtet para këtij mandati kemi pas prioritet shumë të rëndësishëm siç është zona industriale për thithjen e investitorëve të huaj edhe shumë projekte tjera të cilat për fat të keq ky pushtet i ka ndërprerë dhe nuk ka pas arsye ose vullnet për mi vazhdu këto projekte të cilat i ka nisë Alternativa për Ndryshim. Si projekte shumë të rëndësishme si qetëseka për sadopak zhvillimin e qytetit të Preshevës. Kohët e fundit keni reaguar ashpër ndaj çmendimit të terrenit sportiv të ndërtuar nga APN-ja. E konsideroni këtë si hakmarrje politike? Si mendoni se ndikon kjo në besimin e qytetarëve, sidomos të rinjve ndaj institucioneve lokale? Unë si hakmarrje politike ndoshta ka pak një dozë hakmarrje, mirë po unë më shumë e shoh si mungesë vizioni për të ardhmen, për rinim, për zhvillimin e kësaj qytete ose qytet të vogël, të cilin ky pushtet nuk ka as pak, as vizion, as pasqyrë se si do të dukej në të ardhmen ky qytet. Si antar si zyrtar i lartë i ish zyrtar i lartë i kësaj administrate, çfarë mendoni për menaxhimin aktual të buxhetit të projekteve infrastrukturore si trotuarët apo rrugët në Preshet? A ka pasur keq përdorime ose mungesë transparence, siç e keni akuzuar ju në disa raste? Po, janë bërë fiks 2 vite që janë në pushtet ky formacion në komunën e Preshevës dhe shumë herë i kemi akuzu për mos transparencë, keq përdorim të fondeve, ndërprerje të projekteve jetike të cilat i ka pas fillu Alternativa për Ndryshim dhe mungesë vizioni si qetëseka, mungesë zhvillimi, mungesë prioriteti të secilit projekt, kështu që une e kam si qetëseka kam akuzuar me fakte, jo vetëm me fjalë se ky pushtet lokal kuptohet pa kufar hamendje është pushteti më i dështuar që ka pasur ndonjëherë komuna e Preshevës që nga pluralizmi tek ne. Si e shihni ju bashkëpunimin midis forcave politike shqiptare në Luginë dhe marrëdhëniet me qeverinë e Kosovës apo të Shqipërisë dhe atë të Serbisë? A mendoni se ka ndarje artificiale ose favorizime që dëmtojnë unitetin e komunitetit? Bashkëpunimi i forcave politike shqiptare në Luginë dhe institucioneve nga Republika e Kosovës, mirë po edhe nga ajo e Shqipërisë, ka pas vitet e fundit ka pas ca ndarje, ca favorizime, mirë po unë besoj që me kalimin e kohës këto do të shumen pasi që edhe qeveria e Republikës së Kosovës, edhe pse ka tregu një interes të rëndësishëm për shqiptarët e Luginës së Preshevës duke nda fonde prej vitit të parë sa ishin në pushtet, mirë po ka pas një dozë favorizimi të disa subjekteve politike, mirë po unë jam shumë optimist se këto do të shuhen edhe do ketë një bashkëpunim me çdo subjekt politik që vepron këtu në Luginë të Preshevës për të mirën e qytetarëve tanë edhe për të mirën e çdo
çdo partie politike e cila punon dhe vepron për interesat e këtij komuniteti këtu në Serbi. Lidhur me çështjet e brendshme të komunës dhe lidhjet e juaja me Kosovën edhe me Shqipërinë dhe çështjet tjera që preken në çështjet e aktuale, diçka lidhur me atë të lidhjeve të kësaj administrate me pushtetin qendror, ndihimin nga pushteti qendror, sa është e angazhuar pushteti qendror në Beograd për të dhënë edhe ai ndihmën e vet lidhur me zhvillimin e Preshevës. Që se flasim për pushtetin qendror të Beogradit, për dy qytetet shqiptare që janë Presheva dhe Bujanoci, ka munguar prej fillimi dhe vazhdon të mungoj me disa premtime boshe të cilat gjithmonë duke premtuar se do fillohet prej këtij viti ose prej vitit të ardhshëm do fillohet me investime, mirë po këto investime nuk kanë ardhur asnjëherë dhe kjo është ndoshta gjëja më e ndihshme e shqiptarëve këtu në Lugin, pasi që me plot fjalë mund të them se jemi të anashkaluar në çdo aspekt nga pushteti qendror në Beograd. Ju, nëse do të ishit sot edhe pjesë e administratës e kësaj administrate të komunës, cilat do të ishin kërkesat e juaja, ato që ju mendoni se i kanë munguar dhe i mungojnë këtij komuniteti nga pushteti qendror? Ka shumë kërkesa të cilat i kemi adresuar edhe në të kaluarën, vazhdojmë të adresojmë, ka kërkesa politike, siç është pasivizimi i adresave, inkuadrimi i strukturave ose i kuadrave shqiptare në institucionet publike, të cilat mungojnë, duke i ditë se sa është përqindja e shqiptarëve në Preshevë, diku mbi 95% jemi shqiptarë. Këto janë disa nga kërkesat të cilat janë të shumta, investimet, projektet kapitale, ka shumë infrastrukturore siç e cekëm në fillim, ka shumë gjëra të cilat duhet të kërkohen me ngul nga pushteti qendror, sadopak të japim një tjetër pasqyrë qytetit ose në këtë rast Luginës së Preshevës. Do të kërkonim që dhe nga qeveria e Kosovës dhe qeveria e Shqipërisë t'i kushtohet më tepër vëmendje çështjes së Luginës së Preshevës. E ceka në fillim, vëmendja nuk mungon, mirë po unë mendoj që duhet të jetë edhe më e madhe, edhe pse, siç e ceka, qeveria e Republikës së Kosovës këtu e 4 vite ndon vi buxhetore për Luginën e Preshevës, mirë po çështja e realizimit të këtyre mjeteve është temë tjetër, pasi që ka ngecje shumë të madhe në realizimin e këtyre mjeteve, të cilën e kam ngritë si çështje kam ngritë dhe vazhdoj ta ngris se është paaftësi e këtyre pushtetarëve tanë të cilat nuk dinë ose nuk dojnë me qëllim që këto mjete të përfundojnë në Luginën e Preshevës, te qytetarët ose mund të them. Kështu që kjo është çështja e mbështetjes së Republikës së Kosovës edhe asaj të Shqipërisë, siç e kemi parë, ka përkushtim. Pak ditë më parë ishte presidenti i Republikës së Shqipërisë këtu në Preshevë dhe nuk mungojnë vizitat e udhëheqësve si nga Republika e Shqipërisë, ashtu edhe nga Republika e Kosovës. Çfarë sjellin këto vizita? Çështja e këtyre vizitave pikë pari nuk është se sjellin ndonjë ndryshim ose ndonjë gjë që do të ndryshohet me të prekur, mirë po është me rëndësi është simbolika këtyre vizitave, është mbështetja morale që vinë edhe na thonë se na keni neve mbrapa, sado që kjo vizitë të nesërmen a do hecë një hap para apo jo, është çështje tjetër, se nuk është se do bëhet siç e ceka ndryshime të mëdha, mirë po
vetë simbolika e vizitës së këtyre dy shteteve është shumë domethënëse. Së fundi, cili është mesazhi juaj për diasporën shqiptare dhe të rinjtë e Lubinës që po largohen? Çfarë mund të bëjë alternativa për ndryshim, për të krijuar një mundësi reale dhe për të ndaluar largimin masiv? Çështja e largimit të rinjve është një fenomen i cili e ka prekur jo vetëm, duhet të jemi të qartë, nuk e ka prekur vetëm Preshevën, vetëm Luginën, e ka prekur të gjithë Ballkanin perëndimor, pasi që perëndimi, Evropa pejthith, nëse mund të them, kuadrot, posaçërisht kuadrot e kualifikuara, dhe është shumë problem, është me bë parandalimi, mirë po çka mund të bëjmë, mund që të sadopak të bëjmë kushte deri diku optimale që këta të rinj të mbesin këtu edhe të kontribuojnë në vendin e tyre, ky vend i cili ka shumë nevojë për këta. Zoti Mehmeti, së ngelet një tjetër vetëm të falenderojmë për këtë kohë që morët për këtë intervistë. Ju urojmë suksese në punën tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Respekt.